Qysheni, a e një mirë? A mu ju qutë? A jo, 8:33, apo? O bo 34? Ja, edhe pak. 8:33, 47, 48, 49, 50 sekunda. E patëm një pyetje ma herët se na kanë lodhë me këtë kuvend. Pyetja kese që sa herë jenë të provu, sa seanca të dështume i kam pas për të dështume pas tentimit të zgjedhjes së kryetarës. Se është pak e komplikume, se njerë dështoj për mos konstituim që s'kan ardhur deputete si kanë... A dolim të pyetja. Po, se ma përziti halom, djenë të nga të lovit kryt, po këtë shtënë të dasht me bo, se këtë politikanë për bujnë qëtu se dhe Trumpi, me përgjigjet e ti, me deklaratët e ti, që deshme për të lovit kryt njerëzve, edhe këta na e kanë të lovit që tash me bo, ku me di që ka me ndodhë, veç me zgjidh probleme na e na të knashën. E që sa seanca po dështojnë, dje ishte seanca e kalume, po e sata ka qenë dje. Të më thonë, me 21-ta, e 22-ta, apo e 23-ta. Këtu e kemi Erdonitën edhe Mirandën, hajtë këshyri ma edina, ka qenë seanca 21, a 22, a 23 dje. A i këna ta shpingjej mo si vjetë kur të kalujnë. 22, a? 23. 21-ta më do. Jo, 23. Jo, 21-ta o kry. Po s'keshe sigur ta 22, 23. 21-ta o kry para 5 dite. A ne 24. 23. E 24 ta mbat nesër. Nesër mbat e 24-ta, do më thonë e 23-ta ka qenë dje. Do më thonë, katastrofa, qa më në për këtë sen? S'menoj mos, jo jim luat 23 herë të e menu mos, astronis po ka kapacitet. Po përshë është një mënyrë politikanëve që kjo, do më thonë, edhe Trumpi për shembull e ka që të stil. Bën qatë sene ekstreme edhe bën qatë shumë, do më thonë, nëse une pezojmë si prind, edhe vjen e gjenë fëmin në shpe që e ka thy televizorin, e ka thy sonin, e ka thy karikën, e ka mush kuzhinën me mil, jënë derdhë senet, o thy një dollap, o bo një sen, po është nervoz, abden, po në gjajshëm si me gjithë edhe kuzhinën të mushme me mil, abden veç qatë sen me bo, të këni bën te për shumë sene, të një doke normale, të një thush, o shqyqyrë që... Veç mile. Shqyqyrë që se ka kallë shpinë. Edhe që kjo është një stili politikanëve që kur të bojnë krejt lëm punën. Dhe është një fjallë që është gjenë që ashtë i grajen, na po flejna në gjëmë, kështu si popull, s'dalim e protestu se me reagu se diçka pak bili me i dhon presion, edhe ata e kanë shumë atlet, knaqen, me ditje marrin, shkojnë, kishin, folin, hajnë pinë. Unë e di që marrin në Alo se gjitha përgjigjë. Edhe unë shumë njerës po i pës, po... Unë e di që në gjithë seancë me regull... Mërshim? Jo. S'po mershin me ditë. Zakonisht dhe seancë, në ashtë ta seancat regull, ta kështë që janë. Rogë marin, rogë mujore. Po, ajo, po. Po bëllë dhe ajo mu i po shkën, pëse rruga i delë. Jo, se edhe me marrë me ditë, tash paramendon, 20 e diçka seanca i kam pas veç në 6 mujorin e partë vitit kalum, tash i kam pas 23 seanca për 46 dit. E di që në seancat të regullta veç marrin, po garant këtu asë logaritën si seancat të regullta se veç, po djetë. Se një mes me di ma la që të po. Ashta qena ka kjo pjesa, pa kena jashtë, po më ne... S'po di. Jashtë politikës. E sa me në njësa seanca kanë me dështu dhe vazhdim mas 23-ës. Nëse nuk ndruan kur gjo, nëse është qështo, ka me shku diri s'po di. Po nëse s'po dhe kur të rëzohen është ta vetë, ma dhe të njëna lodhë. 50. 50 seanca. Unë kom full pak me burdushin, parashikime t'i bani. Po, që ata po... 30 tha kanë me shku. 30 kanë me shku, a? Ani, ofër e pas në... 30 javën tjetër. Hajtë të shënojmë që të ta dim ma vonë kush e ka pas mirë. Si bast për bojmë. Vesh të shënaj që të ta kom... Vesh të hekim qëta. Tak. Hajde. Sa për thush të Mirandë? 50 tash. Miranda. A kom hësirë me ndru. Miranda, po thot 50. Okej? 35-40 ma shumë, s'besoj që mes qyne dyjave. Një numër. 37. 37. Që ty i shkru këto janë? 30 erdëm. Erdo plus burdush shkruja të. Qëre erzës që shja shkruj me emrin? Qëre aftyrën erzës tash, po... Kështë erza? Ja, më falë erzë, më falë.
Erza. Që ja bojmë. Mirë, 37, Erdenit? 30, erdë plus burdushi shkruaj atë. Erdo përkrahur nga burdushi. A se kalon punën aja? Jo, më. Kështu të punën ka njerë, edhe në me raste kur ka Njerëz kërkesa, njofsh. si jo, që telefon. 30. 30, po. Dhe që shretën flok të Erdenit. Mos të qel tash. Keka, atë ta Qa shënojmë. kena shpërblem, a bon me dit? Kena i shpërblim? E mendojmë shpërblimin. Një ditë pushim. A bon një muj papages rritën të lkos. Të në një. Një muj për të me punu në të vëni papagesa? Une po thëmë... Une po thëmë që në javën e 2 qershorit ka mu zgjidh këj problem. Do shta dhe Javën javën e e dytë, ashme. te numrin, e sakt aty. A dhe jetë numri kur thëmë javën e 2 qershorit, i bjen... Si na këtë matematicien ta. Dhe më thënë, i bjen... Ta menaj, 25 herë. Në javën e 2 qershorit ko ka dhe 30, shi? Po thëmë 26 asans. 26 asans. Qysh javën e dytë të qershorit, parën tash. 26. Java e parë po i bjen. Tash po thëmë parën. Javën e dytë ose të parën të një menova, më do këtë që kryt parën, se ja ka njësë murit pak edhe presioni ndërkombëtar, edhe tash ja njësën me në shupe. Ja ka njësë me lëviz pak senet, unë menoj që, edhe pse shtash po dyshoj, po së di, po thëmë 26, tash ta këshyrim. Ani shumë optimist, jo. Optimist, po... Mirandëm po vrejo. Prapë nështë ta qaj mendimi i pari javës 2 qershorit, 29-30, qaj ka konë ma i vlefshme, se ka njerë edhe ki po kurse menon, veç e gjuni sen, shumë ma letja. E fitoj Erdenit. Ani, Inshallah nuk e fiton Miranda. Inshallah se fiton Miranda, se i bjen që kalojmë edhe në 26 seanca tjera, 26 të një 27 seancë prej sodit, do më thonë edhe 54 dit, i bjen Mazi se mos kurs mu ma kemi zgjidh. bo krycë. Ishte ta me bo pak ma dramatike situatë. Okej, mirë. Basti, pja qes emrin dokumentit, Basti për kuvendin. A mo erdo e lipi një mujt të lkos, unë nuk... Po më vynë qaja, po në diçka tjetër. Ta që i bën me lyp. Mirë. Na me lypa realizohet, dhe jo tjere Po në vërtet, kërkesë të parësyshme nuk ka, po mundet me thonë jo. mu kujtu një intervist shumë e këndshme e Qysh as se keni telkosin? Kur thënë, Papagesa? Jo, se ke... Falë, se ndërpreva. Pagujmë, na jemi tatim pagus të dhe të rjetit. Nëse keni si staf të vënishet të e keni. kena zbritje. Po, dhe, ani dhe... Po papages, kjo po thot dalon, Ani e papages bujmë dhe në papages, zbritja. po, që foli. Po, telkosi është... Telkosin e Po keni. Erza. Hajde, jes. ishte Po, që qaj na vëdal. intervista. Nashta për del, ne. Ke marru që i kemë dhes kamerat, kërkojmë A fali. përshë po harrojnë, valoj armend edhe unë po e vrej që po harrojnë, po nejse. Qka ke të thoni? Ju tash harrova dhe unë. Intervist ke Po, të thonë. një qikë. Po s'po du. Po në të ngu kesh. Një qikë e vogël, në një intervist thët, po unë s'po du kifle, Po, musmikona. Musmikona kiflet, ka qenë në kohën e ish kryetari Shpëndameti, po. kur i ka dërgu Ruankojshin për kiflet si ushqim, si shujta, edhe ka qenë një interviste një vajzës të vogël që thët, po mu nuk mikona kiflet, unë du pizza. Edhe Miranda mu së më vinë rjeti për momentin, apo në diçka tjetër. okej. Ka tërgu ma të kerit. Po e ki kere në shtrajti, së ne banë ato kërkosh. Ato guma. Mirë. Për qa pa të me folë? Kemi folë për një profesion të ri, Po? relativisht të ri. Në Kosovë nuk e që shihet edhe si profesion i mirëfillt, po që njëjtë si kurse për gazetarin, e besoj edhe në këtë profesion, qëtë shumë njerëz janë bu, edhe jo profesionist, edhe profesionist, sa ma e humbin edhe shijen e personave që realisht e dojnë edhe e japin shpirtin për atë. Po flasim për influencerat. Influencerët në përgjithësi, është model i ri i suksesit. Unë e krasova me gazetarin edhe po du të ashmenimin prej ju të dyjave, një kosisht. Për gazetarinë... Ate, spegojmë edhe pak njerëzve që nuk e din që ka njën influencerat, se mundet më konë dikush që, do më thonë, nuk e kupton termin, që nuk është, do më thonë, rjedha të rjetëve sociale dhe të telefonit. Qështë i kishim definu influencerat? E qikat.
Qa kishi definu? Që thojnë ashtë Shqip fjallin influencer? Po influencer, që janë influencë, po... Në është ta njerëz ma me ndikim, po me njerëz me ndikim. në audiencë. Ndikues ju ka, do të thonë, influencer që tamam Shqip i bjen ndikues, janë njerëz që kanë prezencë të madhe në rrjete sociale edhe kanë përkrahas shumë edhe përcjellës shumë në rrjete sociale, do të thonë kur të thojnë diçka, ka mbet për fjalës, do të thonë që kur thojnë ata diçka, ndikojnë në mendimin e opinionit. Do të thonë njerëz që janë opinionista në farë mënyrë ose bojnë video të ndryshme në rrjete sociale, edhe përcillen nga shumë njerëz të tjerë, edhe tani kur japin mendime për çështje të caktuara, kanë shumë përcjellës edhe ndikojnë në opinion, nuk është që ndikojnë krejt shumë, po thirrën, tash krejt çeta, thirrën influencera. Pëse që ma let influencere, kishin kuptu sa asone nuk të kuptumas, qatë shumë e spjegoj. Ka shumë video edhe përcjellët nga shumë njerëz. Krejt gjeneratat kanë TikTok. Edhe influencer është fjalla që se cili prej tyne e përdoratin. Edhe po besoj që e kuptojnë sakt për qajnë atë dosh me diskutu se... Fatkeqësisht, prej fëmijëve e deri tek më shumë kanë TikToka dhe kanë qasje kështu shlirë në TikTok. Jo, për shembull njerëz në rrethin tem që i njoh, kam domethënë ma pak se gjysa e njerëzve që i njoh kanë TikTok. Ma pak. Kanë qasje po mendoj. Jo, s'kan TikTok hiç. Po, ajo është, jotja a don ti me zgjedh me pas TikTok ajo, mirë po s'ka kufizim. Nuk i fëmijë 2 vjet, mundet me pas. Mundet me pas, ata po them. Ata po them s'ka kufizim të moshës, që kjo është e keqja, që prej fëmijë se deri te matë më shumë. Okej, më i më shumë. A menova që tha për punën që e kuptojnë që është influencer dhe punën e TikTokit. Po. Po, ama është ideja që kur kanë qasje dhe pa hap llogari në TikTok, ki mundësi me ndëgju, sepse prej algoritmit... Një TikTok në grup, për shembull, kam një grup me shok të shkollës të mesme, edhe kur e çoj një TikTok thonë, ja, s'kam TikTok, tani unë jam. Kanë aplikacionin e TikTok. Kanë aplikacionin. Mica e kanë të hapt pa llogari kështu pa një email ose një diçka që ta kërkon një dhënë kryesore personale, po e çelin veç përmes Facebookut, edhe kanë malat pas smujnë me bë kështu. Veç mi po mundën po. Po me i po smujnë me bë lajka ose koment. Po, unë prej shokëve të më thënë që i kam, në qëtë grupë për shembull të shkollës mesme, 2 prej tyre nuk kanë TikTok, edhe një shok tjetër me cilin ri shumë edhe shkruna shpesh, ati më duhet, unë ja inqizoj videot, ose i downloadoj videot e TikTokit, si jam unë me downloadu, po inqizoj me screen record, për mi tregu ati diçka që ka pas në TikTok, ose shkoj e lypi video në njajt në Instagram, ose në Facebook, për me mujt mja dërgu. Që ta më duket që TikToku nuk është qaq që shpërndom sa Instagrami dhe Facebooku. Edhe pse te fëmijët, s'kam Facebook hish, se sarë vinë fëmijët në emision naspo as jo, kur del Facebooku aty, thojnë, që përdorin nanat tona? Valla është interesant se shumicën të shtash belikove të fundit, më ka radhe me postore na për shkolla, gjdej 2 t'i fëmijë që më ka thonë të kompon TikTok. Po, fëmijët kanë shumë. Pas që më ishe më obisu se fëmija në shkollë fillore, avdin të e përdor TikTokun, po audiencën matë madhe që e ka mon për shamun TikTokun, tam është prej moshës 35 deri në 65 vjetë, do me thonë. Është interesant se edhe moshat ma të shtyme, ko gja shumë janë të e përdor TikTokun. Tash, a ka nisë mu kësë përdor për këthinat e tema, ko gja shumë, tash gati çdo i dytje cilëson vetën VIP, po menoj, ose person ma i rëndësishëm, ose person që ka ndikim ma shumë, për mu që kitarë mëse që po më pëlqen shumë, për vetë faktin që na e dina gjithdo se cili aktore, se cili këngëtare ka kriju një karrierë të vetën edhe e dina që mundet me pas ndikim shumë të madh, po tash ke fjala influencer ose person me ndikim, po keq përdoret ko gja shumë, edhe unë vetë e përdori TikTokun, po baret për çka e përdori, për kontent temin, për reklamim të një produkti caktum, po jo me një mas ma të prume, ose tash po keq përdoret shumë, ose po i mashtrojnë të për shumë njerëz me se cilin produkt, me se cilin gja që po e postojnë, edhe po menej që për shumë ka nis me marrë një konotacion ose një rrugë tepër të keqe që për menimin tam s'është mënyra e duhen, po njerëzit po e dojnë që të sen, po e kërkojnë që të sen, edhe ta shumica prej tyre edhe po i ndërprejnë punat që i kanë pas taman primare, edhe si punë tepër kryesore e kanë çdo pjesën e influencerit apo Ti je influencere, do të thonë se i ki 27.000 përcjellës në TikTok. 27.000. 27.000 dhe i kam 1.6 milion lajka, kështu në total. 1.6 milion, po. Gjatë javës i kam 6 deri në 7 milion, kështu që më shkojnë viewsa. Shikime. Do të thonë, gjatë javës, do të thonë, ti i bjen që ki shikime në video, pi bjen dikun 25 milion në muj. Po. Do të thonë 25 milion herë në muj, Paret sa shpesh postoj. shyrën videot.
gjithësi në llogarinë tonde, që i bën ti mundesh më konë shumë ndikim për që ata përdoret fjala influencer, se të vjen për shembull me tardhni edhe fitimi ç'është bëhet në TikTok, vjen një produkt dhe thot apo për reklam, po më reklamon. Po ti e produktiv, e ka dy anë të medaljes, se unë kam një shikueshmëri edhe edhe një jam produktive, po ka edhe dikush tjetër që jep një material jo të mirë apo një shembull jo të mirë, po e ka prapë çat audiencë. E keqja çto është se s'po më pëlqen që njerëz pidojnë edhe të mirën edhe të keqen. A më kupton? Ka dikush që nuk jep një kontent hiç të mirë, po e ka çato. E unë për shembull, që ta audiencën krejt çka e marr, ma normal që më vyn edhe krijoj një kontent që tha edhe vet prej bizneseve, prej sa në videove ndryshme që i qes, prej punës tem, ndonë e kum kriju një farë masë standardi tem që njerëz e dojnë edhe pjesën e punës që e reklamoj, edhe pjesën e kolegëve që i reklamoj, edhe qatë humorin tem që i reklamoj, po edhe pjesën që na ndonë me muzikë turke. Ka një tonë shumë vajtuse i bën edhe i shpërndonë. Për shembull Miranda s'ka ditu qumë një mëngjes se ka po vetën jo 20-30 faqe që e kanë marrë vedjen prej meje. Do të kishit Mirandën në TikTok edhe kete kanë këshyr, a e ki marrë lejen e Mirandës? Po se ka ditë. E ka marrë lejen, për se kom ditë që ka me modifiku kjo, me mbate. Bo hora. E kom një muzikë turke, e din fjallën që e ka thonë që ata e kanë marrë krejt faqet në Instagram, TikTok. Sa ki thonë? O, diçka kotu konë. E kom thonë arrot, nduke dashnija par. Jo, sështë. Nduke sukon që kja. Jo, sukon. Edhe dëmë thonë o shpënda edhe në për portale? Po më nej ko gjashën Aja të kishe falë faqet. dikuj që të se di nejse. Aja kishe falë dikuj që të ka tratu më do këtë. Lëndu, nejse dhe diska. Okej, aja kishe falë dikuj që të ka lëndu, edhe Miranda ti për e tha një fjallë, një shprej që i prej që zemrat të gjithë. Ashtë jo se kisha falë kur, po më do këtë, edhe po qështu, po t'inglan shumë e thjesht. Po aty me muzikën turke, me në qyrat bardë zi, jo, nuk ja kisha falë kur. Të një u bo mim, u bo një farë loj mim. Edhe më ndegu ju më qunë një më qes. A ki menu në erë me dëmë thonë, edhe ti me shku rrugës të Erdonitës, dëmë thonë që me postu video se për me qenë influencer, për me qenë influencer ose influencere, duhet me postu shumë shpesh. Ekstrem shpesh. Duhet, dëmë thonë, spaku 4-5 herë një javë? Jo, gjatë ditës është mirë 5 deri në 6 video, më do deri 7-8 video në ditë. Sa ma shumë që bën ditë, ju dalë amriat të në kohën. Momentin një mujnë, se s'postojnë, më harrojnë ketë, kërkursëm njetë. Edhe Miranda i postojnë, po janë video të vëjherë. Jo, Miranda si thëmë, kështë që ka shposta, se më pëmdo këtë e ka atë natyren e vetë, po sështë. Nuk mëj, unë do më thonë edhe fotografit, ku shumë ka në Instagram, eshe që ka në fotografi veç në pushime, ku shkoj, për mu ka shumë rëndësi ambiente. Edhe unë nuk s'po di, s'kom inspirim që do të cjerë dorita, me po 7 video në ditë. Te të më thoni, ja, ashtu s'jambre për këtë vend. Unë adin që shkisha mujtë me kanë, po, i kësha shti njerës në depresioni, ditë nësë në isha që keqë, dhe krejt kishin pas me pa sa keqë. Po të pysë se mu më kanë thonë shpesh, do më thonë që nuk jetu e përdor Instagramin, si jetu e përdor ato, se do më thonë prej vitit postimin e parë në Instagram që e kom pas, ka qenë me 1 tetor të vitit 2013, edhe i kom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 foto të postume. Dhe kim fillim aty numrin? 27 foto, apo fillim e qap shatë. Asë që të se ama adin që është ideja. 26 postime i kom pej 2013. Të më thonë edhe, në TikTok e kom vesh një postim. TikTokere. E vetëmja herë, po mënoj kër kisha pas video me ba, i shka nëse isha ba influenciere e udhëtimeve. E kom një qikë për cili edhe... Blogere e udhëtimeve, po. Qashtu isha ba. Edhe qashtu kisha pas, jo 7, po 17 video në diti kisha postu. Po, varet qyshtë të cilë e kryan. Po, ama po s'po më pëlqen për shambull tena, se cili bloger, influenciere, ty qetë 7 produkte të ndryshme brenda ditës. Ta qetë një ushqim, ta qetë dikon që... s'po di një dhurat që ja ka një qësane. Edhe në moment që ty qetë qaqë produktet ndryshme, unë edhe me konë qaj produkti mirë, unë nuk e blej. Du është pak mu specifiku qka e të dashtë me reklamu. Që kjeta është nuk është bo ma veç
një diçka realitet, po është bo një diçka pak falso, me thonë. Se për shambull, të shkryin 10 biznese, 2 prej qëtëre bizneseve janë të njëjta, 2 produktet flokëve, për shambull. Të e qëtë një produkt flokëve që për një mena shtatë ka bo hajrë, mrena javës, mas 2 jave qëtë një produkt tjetër. Konkurrentin. Po është realiteti që atë. Se ta është këshyret më vish financiare. Abden që adone vetë personalisht ma heret e kum bo shumë për qefi qëto, ta është të këshyri dhonën tjetër që është edhe financiare. Po kërse kum pranu këtë pjesën nëse kum reklamu një produkt që për një mem ka një mu. Po edhe nëse s'm ka një mu e kum reklamu për njerëz të tjerë, diçka që nështë ta mundet mi u dasht, po mas 2 javë më ka kontaktu një biznes të njëjtë, së shë kum pranu, se e di që të dyat janë të njëjtë. Po fiks bashkë të tyre dhe bizneseve cilat fillimisht ju kontaktojnë, ju kontaktojnë, po thëmë në përgjithsi, me këqyr njëherë profilin tënë, me diti qka je marë para prakish, me qfar loj biznesesh, qfar promovime shke bon, qfar forme i ke promovu, edhe ma ndej më të po ty si ima është tyrin, se nëse ti para 2 jave ke promovu një produkt tjetër të flokëve, e ta është edhe këta po vim për një produkt tjetër, a i bjen kjo që realisht veç jenë të mundu me e japë produktin, po pa u fokusu shumë në strategji. Ta shë kanë ndro dhe bizneset, që janë të e po që janë të e bon përgjithsi që të sen, edhe ta shumica e bizneseve që të kontraktojnë, gati të kërkojnë kontrat me bo, 2 deri në 3 muj, që mësë me pas drejt të njëjtës fush me shku dhe me reklamunin. Do më thonë lypin ekskluzivitet. Lypin ekskluzivitet edhe nuk i drejtin diçka të lojit të njëjtë ma me bo që të sen, se e kanë po që është të keq përdor të i mase. Shumica e bizneseve personalisht edhe mu që më shkrujnë, e kërkojnë që mësë me ndru që ato. Do më thonë, që shpedon një lojin e reklamave, thjeshtojnë kanë që ashtë të vetë vetja që shje, varet dikush e donë ma seriozisht, shpesh unë e ka njerë do të me dalë pi vetës, jam asi natyre ma që i bëj vedjet ma kështët e gare. Ma që thurura. E dojnë pak ma seriozisht, po shumica nuk dojnë me dalë prej qasaj. E kështë që ka njësë me ndru, po deri me një farforme. E te erës edhe për ty se bona pyten, tja ke menu në erë me qenë aktive, dhe më thonë edhe ma aktive në TikTok, dhe më thonë me postu disa herë gjatë ditës. E mendoj shumë shpesh, edhe sët mëj me gjetë vullnetin, edhe thëmë edhe nesër ka me botë njëjtin veprim, ama o nesër veç s'ka motiv, mas nesër s'ka motiv, pas nesër s'ka motiv. Me thonë, atin mundet veç me konë që shtje e momentit, ose mundet me mëran me një trend që është për momentin, një video që mundet me mu përshtat me vendin ku jam ose diqka, po me qenë kështu ta mënë aktive, e mendoj shumë shpesh, se fotografia e vetët jënë diqka që ka mu më pëlqenjë me i bo, po thjesht mdo këtë që dush me pas tepër shumë energji për me vazhdu. Ekstrem shumë të mërës, do mos realizimi vedjeve. Po të thëmë, njerëzit nuk munden me kuptu realisht sa është e thjesht, sepse ty të vim 5 sekonda për me po një video, në 20 sekonda, ti 5 sekonda për cilë dhe bën swipe, e lëviz. Po, realisht për që ata 20 sekonda dikush ka punu shumë gjatë, adin mundet me të marrë shumë... Definitivisht s'kisha mujtë, se kështu e mendu edhe kur isho pra paskenat, si do mos blogereve që prezentojnë veshje, edhe me një ditë do të në 7-8 video mi bo për 7 veshjet ndryshme, që i bjena e nuk mundet me shiu pushimin që ka shumë. Po, veç ata bëjnë një krasim falë që ndërprita. Një rrugë e jotja është një video e influencerit. Shto shumica ta shi kanë lonë. E di e kuptej e shumë zërë, po vish një video që e postan. Po bedin disa e ka jo, anë okej, përshkojme një mesatore. 300 Mosko me një video, 300, 400, 500 është vish një video. Një video me aqit një biznesit. Një video me aqit një biznesit. Po thamë për influencerat ma të thjesht, sa ata e kanë 700 tjertë ma nalë që janë, edhe vish në story me aqit, se kështët me abo një vlog ose një dishka, shkon 700. Do me thonë. Ka deri 1500 që e kanë, deri 1800 që një influencera kështu që e kanë. Por ne vish një video, ata gjatë javës, nashta 20-25 video të kitë bizneseve që i kanë. Edhe shumica për të ne kanë lanë edhe punën limore që e kanë. A është kjo pra arsyeja, sepse në shumicën e rasteve dhe në qëto momente që po flasim, po besoj e kemi mundësin me mendu jo një biznes, po e kemi mundësin me mendu një 3-4 persona, cilët kanë qenë artista, aktor, valtar, ose qka do qofshin, që tashmë janë pjesë e marketingut të tillë. Edhe realisht e din që ato produkte as nuk i përdorin vetë, thjesht ta japin që atë energji që nuk përdorin, po thjesht janë veç për reklamim, se e shet që nuk është veç Erdonita që e prezenton për shembull Telkosin, po është Erdonita Miranda Erza. Të trija persona me ndikim, të trija janë të e prezentu Telkosin. Telkosi nëse është i mirë rrjeti, na kemi me e pa. Nuk ka nevoj 3 persona me ndikim
me u bo pjesë e kësaj. Ashtë pikrish pra çështja financiare kjo që ka po i shty? Jo veç për pjesën edhe të produkteve, është pjesë edhe të muzikës që kanë kultivu me vite, është një artiste që s'pja përmeni emrin, për një muzike ti për të mirëfillt që e ka bo, ka njës tash në rritën social TikTok në talava, një diçka që tash njerës për e kërkojnë edhe shbo trend. Nështë ta kini mujtë me po, si cili artist, as një muzik nuk e publikon pa e qitë një demo sporin TikTok, në as një rria tjetër social. Do më thonë, edhe vetë muzika, edhe vetë si cili profesion është bo një trend që njerë ka mu publiku në TikTok, si që aty po dhes, se lejmo produktet e saktume që të gjdoj dyti artist, gjdoj dyti aktor, edhe si cilit profesion, si cilës fush, është të e përdor TikTokon, marketingon, videot e shëmta, reklamimet, për qëta. Është ndalum, po funksionon të ata persona që e kanë të hap një llogari në shtetet e jashtme. E kanë të monetizum, në Gjermani ose dikun tjetër, në vanet e tjera ku është i lejum, edhe kanë drejt me përdor, kështu që shumica e kanë shumë të letë me hap një account në vendet e tjera dhe kanë qasje. Shumica prej tyre edhe veç ata tjerë që s'kanë, e kanë të hap në Shqipëri, po është team build kështu, me regull, po shumica prej tyre kanë një llogari që kanë të hap të shtetet e tjera dhe çfarë video ke menduar me bo sot në TikTok? Për fund. Erdonita Hebibi e gjeni në TikTok? Po, e kom një pytje që kom mja bo juve kolegve, si zakon e shafaj. E pytje mu mja bo dhe që të lajë masi. A ma mirë mja rritë rogën, a mja nëllë pushimet? A këshi pranu në qëto momente me posë? Po ta rritëm rogën me thonë televizioni ku punojnë, apo s'ki pushimet verës? Me shkundeti. Më varët për sa rritët rogë, se me thonë, po t'japi 1 milioner. Ashte. Rogë 1 milioner. Ta shte keni një, kom jo rritë roga, 50, ani që në 50 nuk djetë, po deti s'keni këtë verë. Po jo, që asë për 50, asë për 100, asë për 100. Unë edhe ku shkojnë deti s'lona, dhe më lona veç në majqë. Që pite kom ja bakës në që... Ani mire me Gjigje t'i shohëm. Në përgjigjën të thëmë, po, për 1 milioner o 2 vjetë s'kisha shumë. Jo, për 1 milion. Me tonë? Me arrit rogën. A dhe mëse? Edhe une, 2 vjetë e fundit, veç vitin e kalum, hala se kom hargju krejt pushimin e vitit kalum, dhe më thonë, që prej që e qelë televizionit, dhe më thonë, nuk e kom shfrytzu krejt pushimet as njerë. Kështu që... A mo heq pushim? A mo heq pushim, ja. Ja bona veç deti. Hajtë të kej rritma rogën mas detit. Masit krena mas detit rritma një rogën. Shikus dashtën, Natyra Therapy mundën i falimderit shumë, Erdonit dhe Mirand, që ketë në studio, edhe... E unë qa këto? Ti e shpis, këta e në mësafer. Edhe këto e në shpis, po ti e t'i qysh... Gjdo më njës. Gjdo më njës. E në vishë premëtën. Po dhe, që, me mujtë me tek. Natyra Therapy, shikus dashtën, mundën i me përësit 3 kolagena, edhe sot, apo, sot është... Dita e fundit. Dita e fundit, apo, 30, s'dija e ka... 30 maj. 30, po mas i 41 dit maj, thash mos pa iri... Nesër e shtune. Nesër e shtune, okej. Sot dita fundit mundën me përësit 3 kolagena me këtë shpim, për që po e sheni këtu poshtë, 46 presje, 99 euro, 045-95-600, pra i përësit një 3 kolagena edhe një serum për fytyr. Na e falenderojmë të Telkosin, që na përkra edhe që e përkra krejt televizionin, në telkos.net, hini shikus të dashëm, i keni krejt ofertat aty, edhe keni internetin super shpejt, krejt lojt, krejt ndeshet, nesër, finalja. Kush ka me fitu? Parisja Interi? Parisja Interi? Interi. Barazem. Po barazem, fitan dikush se finale është. Po barazem shkojmë penala. Barcelona. Parisja Interi. Interi, ka dalë një sot. Interi, po thuni 2 ata? Po. Vesh po thëmë se një shoqë jam ja e donë shumë e nëse është e që t'intervjist. Nëse që është. Okej, unë po thëmë Parisi. Kështu që 2 thëmë Parisi, 2 thëmë Interi. Po, nesër është në ora 9, mundin me po në Telkos. E na shihemi të hanën, nesër mas nesër kemi reprizat më të mirave në emisionin herët gjatë javës. Shihemi të hanën prap këtu në ora 7:00 live në TVN.